Në qytetin e qetë të Miunikut, në një apartament modest në katin e tretë të një ndërtese të vjetër, dy vajza binjake po shikonin një kuti të vjetër kartonash me sy plot kuriozitet. Era Müller dhe Lena Müller, të dyja 20 vjeç, kishin gjetur këtë kuti të fshehur në vinden e shtëpisë së gjyshes së tyre, që kishte vdekur muajin e kaluar. Era, shiko këtë, tha Lena duke mbajtur në dorë një letër të verdhur nga koha. Është shkruar në gjuhë shqipe. Era u afrua me vrull, flokët e saj të gjata blonde u lëkundën teksa mblidhej pranë motrës binjake. Por, ne nuk e dim shqipen, Lena. Çfarë mendon se shkruan këtu? Në fund të letrës, me shkronja të qarta latine, ishte shkruar një emër. Arben Shala, Tiranë, Shqipëri. Kush është ky Arben Shala? Pyeti Era, duke I dhënë letrën motrës së saj. Lena shqipoi me kujdes fotografinë e vjetër që kishte rënë nga letra. Në të ishte një burr I ri me flokë të errët dhe sy blu, duke mbajtur në krah një grua të re blonde. Gruaja dukej shumë e ngjashme me gjyshen e tyre. Lena, kjo grua është gjyshja Ingrid, por është shumë e re në këtë fotografi, tha Era me zë të ulët. Por kush është ky burr? Gjyshi Hans ishte gjerman me flokë të kuq, tha Lena, duke krahasuar fotografit me ato të tjera të familjes. Dy motrat u shikuan me sy plot pyetje. Gjithë jetën e tyre kishin menduar se gjyshi I tyre ishte Hans Müller, një mekanik gjerman që kishte vdekur kur ato ishin shumë të vogla. Por kjo fotografi tregonte diçka tjetër. Era mori telefonin dhe filloi të kërkonte në Google Translate. Le të përkthejmë këtë letër. Teksti I përkthyer ishte I paplot, por mesazhi ishte I qartë. I dashur Arben, vajzat janë të shëndetshme dhe po rriten bukur. Ato nuk dinë se ti e babai I tyre I vërtet. Një ditë, kur të jenë të rritura, do t'ua them të vërtetën. Me dashuri për gjithmonë. Ingrid. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Era dhe Lena u shikuan me sy plot lot. Babai ynë nuk është Hans? Pyeti Lena me zë të druajtur. Duket se jo, u përgjigj Era, duke mbajtur fotografinë me duar të dridhura. Babai ynë duket se është ky Arben Shala, nga Shqipëria. Era mori një gëllonjë kafe dhe tha, Lena, ne duhet ta gjejmë të vërtetën, nuk mundemi të jetojmë me këtë pyetje në kokë. Por si? Nuk dim as që për Shqipërinë, nuk flasim gjuhën, nuk e dim madje as nëse ky Arben Shala është ende gjallë. Era u ngrit dhe shkoi tek laptopi I saj. Le të fillojmë të kërkojmë. Interneti ka gjithçka. Orët e ardhshme I kaluan duke studiuar për Shqipërinë, kulturën shqiptare dhe duke provuar të gjenin informacione për Arben Shala. Gjetën se Shqipëria ishte një vend I bukur ballkanik, me histori të pasur dhe njerëz të ngrohtë. Shiko këtu, tha Lena duke treguar ekranin. Gjete një Arben Shala në Facebook që jeton në Tiranë, por nuk jam e sigurt nëse është ai. Era shikoi profilin. Burri në fotografi ishte rreth të 50-ave, me flok gri dhe sy blu. Kishte një ngjashmëri të qartë me njeriu e ri nga fotografia e vjetër. Duket si ai, tha Era me zë të ulët, por si mund të jemi të sigurta? Vetëm një mënyrë ka, tha Lena me vendosmëri. Duhet të shkojmë në Shqipëri. Era e shikoi motrën me sy të zgjeruar. Lena, je të çmendur? Nuk mund të shkojmë thjesht në një vend të huaj për të kërkuar një person që ndoshta as nuk na njeh. Përse jo? Insistoi Lena. Kemi kursime, kemi kohë, dhe më e rëndësishmja, kemi të drejtën të dim kush është babai ynë I vërtet. Era mendoi për një moment. Ishte e vërtet që ato kishin kursime nga puna si grafike në një kompani reklamash. Kishin marrë edhe pushime nga puna pas vdekjes së gjyshes. Mirë, tha Era më në fund, por le të planifikojmë mirë. Le të mësojmë disa fjalë shqip, le të studiojmë kulturën dhe le të përgatitemi si duhet. 2 javët e ardhshme ishin plot aktivitet të rëmbyer. Era dhe Lena u zhytën në mësimin e gjuhës shqipe duke përdorur aplikacione online, video në YouTube dhe madje gjetën edhe një mësuese private shqiptare që jetonte në Munik. Mirëdita, si jeni? Tha Era duke provuar theksin e saj të ri shqip. Mësuesja Entela buzëqeshi me durim. Shumë mirë, por theksi duhet të jetë më I natyrshëm. Provoni përsëri. Lena ishte më e talentuar me gjuhët. A më kuptoni tani? Pyeti ajo në shqip. Po, shumë më mirë. Por me të vërtet,
Përse doni të mësoni shqip kaq shpejt? Era dhe Lena u shikuan. Kishin vendosur të mos I thonin askujt të vërtetën për babain e tyre derisa të ishin të sigurta. Duam të udhëtojmë në Shqipëri për pushime, tha Lena. Entela u duke kënaqur. Shqipëria është shumë e bukur, njerëzit janë të ngrohtë dhe mikpritës. Por kujdes, sepse kultura është pak ndryshe nga ajo gjermane. Ato mësuan se në Shqipëri familja ka shumë rëndësi, se njerëzit janë të drejtë për drejtë për të sinqertë, dhe se mikpritja është një vlerë shumë e rëndësishme. Gjatë përgatitjes, Era dhe Lena studiuan dhe hartën e Tiranës. Gjetën se ishte një qytet I madh me rreth 800.000 banor. Do të ishte vështirë të gjenim një person të vetëm atje. Kemi disa adresa nga interneti, tha Era duke shikuar shënimet e saj. Një adresë e vjetër nga regjistrimi I viteve 90 dhe adresat e disa arbenshale që gjetëm online. Dhe nëse asnjë prej tyre nuk është ai I vërteti? Pyeti Lena. Do ta zgjidhim atë problem kur të vi koha, tha Era me optimizëm. Ato blen bileta fluturimi për Tiranë, rezervuan një hotel të vogël në qendër të qytetit dhe përgatitën valizët e tyre me rroba për një udhëtim një javor. Natën para nisjes, Era dhe Lena ulën në balkonin e tyre të vogël, duke parë ylberet e Mjunikut. A mendon se po bëjmë gjën e duhur? Pyeti Era. Nuk e di, tha Lena me sinqeritet, por di që nëse nuk e bëjmë, do të pendohemi përgjithmonë. Era e kapi dorën e motrës. Pavarësisht çfarë të gjejmë atje, ne jemi të forta së bashku. Përgjithmonë, tha Lena. Aeroporti Nën Tereza në Tiranë ishte më I vogël se sa ato që kishin parë në Gjermani, por ishte I gjallë dhe plot energji. Era dhe Lena, me valixhet e tyre dhe zemra që rranin fort, dolën nga aeroporti dhe u përballën me nxehtësinë e gushtit shqiptar. Është shumë më nxehtë këtu se sa në Mjunik, tha Lena, duke hequr xhaketën e saj. Taksisi që I mori, duke I moshuar dhe I përvojshëm. Kur ato than në shqipen e tyre të thyer se donin të shkonin në hotel, ai buzëqeshi gjerësisht. Jeni gjermane apo jo? Pyeti ai në anglisht. Po mësojmë shqip, tha Era. Shumë mirë se erdhët në Shqipëri, tha taksisti me entuziazëm. Emri im është Agim. Nëse keni nevojë për ndihmë gjatë qëndrimit tuaj, më telefononi. Gjatë rrugës drejt hotelit, Agimi u tregoi disa pika të rëndësishme të qytetit. Tirana ishte një qytet I gjallë, me ndërtesa të vjetra dhe të reja që qëndronin krah për krah. Njerëzit në rrugë duken të lumtur dhe të relaksuar, duke sharë dhe duke qeshur. Ai është bulevardi I dëshmorët e kombit, tha Agimi, duke treguar një rrugë të gjerë. Dhe ajo është piramida, një ndërtesë e famshme këtu. Hoteliku I tyre ishte I vogël por I pastër pranë qendrës së qytetit. Administratorja, një grua e re me emrin Enkeleda, I përshëndeti me ngrohtësi. Mirë se erdhët. Sa ditë do të qëndroni? Një javë, ndoshta më shumë, tha Lena. Perfekt. Nëse keni nevojë për diçka, pyesni pa hezitim. Në dhomën e tyre në katin e dytë, Era dhe Lena u ulën në shtretrit dhe morën frym thellë. E bëm, tha Era. Jemi në Shqipëri. Tani fillon pjesa e vërtetë e vështirë, tha Lena, duke nxjerrë një fletore me adresat dhe informacionet që kishin mbledhur. Kishin një listë me 5 adresa për Arben Shala, 2 numra telefoni dhe disa informacione të tjera që kishin gjetur online. Nga duhet të fillojmë? Pyeti Era. Le të fillojmë me adresën më të afërt, tha Lena. Dhe nëse nuk e gjejmë, do të vazhdojmë me të tjerat. Ato hëngrën drek në një restorant të vogël pranë hotelit. Ushqimi shqiptar ishte I shijshëm dhe I ndryshëm nga ai që ishin mësuar. Provuan byrekun, tavkosi dhe disa sallata të freskëta. Ushqimi është I shkëlqyer, tha Era. Kamerieri, një djalë I ri, u dok I kureshtuar për to. Jeni turiste? Po, nga Gjermania, por ne jemi... Po kërkojmë për dikë. Dikë të veçantë? Pyeti djali. Era dhe Lena u shikuan. Vendosën të provonin. Po kërkojmë për një person me emrin Arben Shala. E njihni?
Djali mendoi për një moment. Arben Shala, emri nuk më tingëllon i panjohur, por ka shumë njerëz me këtë emër në Tiranë. Ku mendon se jeton? Era i dha një prej adresave. Ajo zonë e njoh mirë. Është rreth 20 minuta me autobus nga këtu. Por pse po e kërkoni? Është një mik i vjetër i familjes, tha Lena shpejt. Pas ditën e parë, Era dhe Lena u nisën drejt adresës së parë. Morën autobusin si tu kishte treguar djalin nga restoranti dhe u gjetën në një lagje të qetë rezidenciale me ndërtesa të vogla dhe shtëpi me obor. Adresa që kërkonin ishte një shtëpi dykatëshe e vjetër me mure gurësh dhe një obor të vogël me lule. Era trokiti në derë me dorë të dridhur. Një grua e moshuar hapi derën. Po? Në falni, tha Lena në shqipen e saj të thyer, ne po kërkojmë për Arben Shala. Gruaja i shikoi me kureshtje. Arben Shala? Këtu nuk jeton asnjë Arben Shala. Ndoshta e keni gabim adresën? Era i tregoi një copë adrese. Kjo është adresa që kemi. Gruaja i shikoi adresën me kujdes. Po, këtu jetonte një Arben Shala para shumë vitesh, por ai u zhvendos para rreth 15 vjetësh. Nuk e di se ku shkoi. Zemrat e Era dhe Lena u braktisën. A dini diçka për të? Ku mund të jetë shkuar? Pyeti Era. Gruaja mendoi për një moment. Ai ishte një njeri i mirë, punonte si inxhinier, mendoi. Kishte të shoqën gjermane, por ajo u kthye në Gjermani pas shumë vitesh. Era dhe Lena u shikuan me sy të zgjeruar. Të shoqën gjermane? Pyeti Lena me zë të druajtur. Po, një grua e bukur blonde. Emrin nuk e mbaj mend, por jetuan këtu për disa vite. Pastaj ajo u largua dhe Arbeni dhe ai u zhvendos pas pak kohe. A dini ku mund ta gjejmë? Pyeti Era. Provoni të pyesni në lagjen e re pranë universitetit. Disa njerëz thanë se ai u zhvendos aty. Era dhe Lena e falenderuan gruan dhe u nisën drejt lagjes tjetër. Mami ynë ka jetuar këtu, tha Era me zë të ulët teksa ecni në rrugë. Dhe babai ynë ka jetuar në këtë shtëpi. Është kaq e çuditshme. Rruga drejt lagjes së re ishte e gjatë, por ato ecën duke biseduar dhe duke vrojuar qytetin. Tirana kishte një energji të veçantë, një përzierje të së vjetrës e të resë, të traditës dhe modernitetit. Lagja e re pranë universitetit ishte shumë ndryshe nga ajo që sapo kishin vizituar. Këtu ishin ndërtesa më të larta, rrugë më të gjëra dhe më shumë trafik. Adresa e dytë në listën e tyre ishte një ndërtesë 8 katëshe e bardhë. Në hyrje takuan portieren, një burr të moshuar që po lexonte një gazetë. Ju lutem, tha Era në shqip. Po kërkojmë për Arben Shala. Portieri e çoi syt nga gazeta dhe i shikoi me kureshtje. Arben Shala? Po, ka jetuar këtu, por u zhvendos para disa muajsh. Zemrat e vajzave u nxituan. Ku shkoi? Pyeti Lena. Nuk e di saktësisht, por mendoj se shkoi diku pranë liçenit të Tiranës. Kishte bler një apartament atje, i pëlqente qetësia. Portieri u dha udhëzime se si të shkonin pranë liçenit të Tiranës, një zonë e bukur, rreth 15 kilometra nga qendra e qytetit. Por pse po e kërkoni? Pyeti portieri. Jeni të huaja apo jo? Po, nga Gjermania, tha Era. Jemi shoqet familjes. Portieri buzëqeshi. Arbeni është një njeri i mirë, ka një zemër të madhe. Shpresoj ta gjeni. Era dhe Lena morën një taksi drejt liçenit të Tiranës. Gjatë rrugës, taksisti, një djalë i ri me emrin Edi, u tregoi për zonën. Liçeni i Tiranës është shumë i bukur, tha ai. Shumë njerëz shkojnë aty për të shëtitur, për të relaksuar. Ka edhe restorante të mira aty. Kur arritën pranë liçenit, Era dhe Lena u habitën nga bukuria e peizazhit. Liçeni ishte i qetë dhe i kaltër, i rrethuar nga male dhe pemë të gjelbra. Është vend fantastik, tha Lena. Po, si do ta gjejmë Arbenin këtu? Pyeti Era, duke shikuar ndërtesat e shumta rreth liçenit. Ato filluan të pyetin njerëzit në rrugë.
Shumica ishin të sjellshëm dhe të gatshëm të ndihmojnë, por askush nuk e njihte një Arben Shala. Kur po humbisnin shpresën, një grua e moshuar që po ushqente harabelat pranë liçenit u tha: "Arben Shala? Po, e njoh. Jeton në ndërtesën blu atje, kati 3. Por pse po e pyesni?" Era dhe Lena u shikuan me emocion. "Jemi shoqet familjes," tha Era. "A është tani në shtëpi?" Zakonisht po, tha gruaja. Ai ka pension tani, rrallë herë del nga shtëpia. Në ndërtesën blu, Era dhe Lena ngjitën shkallët me zemra që rrahnin si të çmendura. Kur arritën në katin e 3, pan derën me numrin që u kishte thënë gruaja. "Gati?" pyeti Era. "Sa gati mund të jem për të takuar babarin tim që nuk e kam njohur kurrë?" tha Lena me një buzëqeshje nervore. Era trokiti në derë 3 herë, jo shumë fort, por mjaft për të dëgjuar. Dëgjuan hapa nga brenda dhe pastaj zëri në një burri. "Kush është?" "Na falni," tha Era në shqip, "po kërkojmë për Arben Shala." "Unë jam," u përgjigj zëri, "por kush jeni ju?" Era dhe Lena u shikuan. "Si mund t'ja shpjegonin këtë?" "Jemi nga Gjermania," tha Era. "Kemi diçka shumë të rëndësishme për t'ju thënë." Heshtja. Pastaj u dëgjua zhurma çelsave dhe dera u hap. Përpara tyre qëndronte një burr rreth të 50-ave, me flokë gri dhe sy blu. Ishte ai nga fotografia, por 20 vite më i vjetër. Arben Shala i shikoi ato me sy të zgjeruar, sikur po shite frymë. Ju jeni, filloi të thoshte, por zëri u ndërpre. "Jam Era," tha Era me zë të druajtur. "Dhe unë jam Lena," tha Lena. Arbeni i shikoi ato për një moment të gjatë. Sytë e tij u mbushën me lot. "Ingrid," tha ai me zë të heshtur. "Ju jeni vajzat e Ingrid?" "Po," tha Era. "Dhe mendojmë se ju jeni babai ynë." Arbeni u ul në karrige që ishte pranë derës, sikur këmbët nuk e mbajnë më. "Hyni, ju lutem," tha ai me zë të thyer. "Hyni dhe ulem." Apartamenti i Arbenit ishte i vogël por i pastër dhe i ngrohtë. Kishte fotografi në mure, libra në raftet dhe aroma e kafes në ajër. "Dua të ju ofroj kafe," tha Arbeni, për duart i dridheshin. "Mos u shqetësoni për ne," tha Lena butësisht. "Uluni dhe të bisedojmë." Arbeni u ul në koltukun e tij dhe i shikoi vajzat me sy plot dashuri dhe pikëllim. "Ju jeni kaq të bukura," tha ai, "saktësisht si mama juaj kur ishte e re." "Na tregoni për të," tha Era. "Na tregoni për maman dhe për veten tuaj." Arbeni mori frym thellë dhe filloi të tregonte. "E takova Ingridin në vitin 1995, kur ajo erdhi në Shqipëri me një organizatë humanitare. Unë punoja si përkthyes dhe na caktuan të punonim së bashku. Ishte dashuria në shikim të parë. Sytë i shkëlqyen teksa kujtonte. Ajo ishte kaq e bukur, kaq e zgjuar, kaq e mirë. Fliste pak shqip dhe unë pak gjermanisht, për gjua e zemrës na bashkonte." Era dhe Lena dëgjonin me vëmendje të plot. Pas 6 muajsh, ajo vendos të rinte në Shqipëri. I thoshte familjes se po punonte për organizatën, por në të vërtetë ishte për mua. Jetuam së bashku për 3 vite të lumtura. "Çfarë ndodhi pastaj?" pyeti Era me butësi. Fytyra e Arbenit u ngrys. Në vitin 1998, Ingridi mbetej shtatzën. Ishin kaq të lumtur, por familja e saj në Gjermani e zbuloi lidhjen tonë dhe kërcënuam ta heqin nga trashëgimia nëse nuk kthehej menjëherë. "Pse?" pyeti Era me zemërim. "Sepse unë isha shqiptar, sepse Shqipëria ishte e varfër atëherë, sepse ata mendonin se unë nuk isha i denjë për të," tha Arben me pikëllim. "Kjo nuk është e drejtë," tha Lena. Ingridi u kthye në Gjermani për të lindur. "Më premtoi se do të kthehej me flit, por kur ju lindët, familja e saj e detyroi ta nënshkruante një dokument që thoshte se ajo nuk do të kthehej kurrë në Shqipëri dhe se nuk do të kishte kontakt me mua." "Dhe ju e pranuat këtë?" pyeti Era. "Çfarë mund të bëja?" tha Arben me lot në sy. "E doja Ingridin dhe ju doja ju, edhe pse nuk ju kisha takuar ende. Nëse mos pranoja, ajo do të humbiste gjithçka. I dhash lirin që të bënte atë që ishte më mirë për ju." Heshtja mbushi dhomën.
Era dhe Lena ishin të prekura thellë nga historia. Por ju shkruante, tha Era. Gjetëm letrat. Arben buzëqeshi me trishtim. Po, çdo vit në ditëlindjen tuaj, unë I shkruaja një letër. Dhe çdo vit, ajo më shkruante për ju. Më tregonte se si po rriteshit, çfarë po mësonit, çfarë ju pëlqente. Çfarë thoshte për ne? Pyeti Lena me kuriozitet. Se Era ishte më e guximshme dhe Lena më e sjellshme. Se Era kishte talent për art dhe Lena për gjuhët. Se të dyja ishin të mira në shkollë dhe se kishin zemra të mëdha. Era dhe Lena u shikuan me habi. Kjo ishte saktësisht ajo që ishin. Pse nuk erdhët në Gjermani të takonit? Pyeti Era. E provova, tha Arbeni, por vizat ishin shumë të vështira për shqiptarët atëhere. Dhe pastaj, kur Ingrid u martua me Hans, ajo u martua me Hans për të na dhënë një figurë babjo, tha Lena, duke filluar të kuptonte. Po, Hans ishte një njeri I mirë, dhe e dinte të vërtetën, por ajo ishte ajo që familja e Ingridit donte. Një burr gjerman, një jetë gjermane për ju. Çfarë ndodhi pastaj? Pyeti Era. Arbeni u ngrit dhe shkoi tek një dulap I vogël. Nxori një kuti të ngjashme me atë që vajzat kishin gjetur në shtëpinë e gjyshes. Këto janë të gjitha letrat që Ingridi më ka shkruar, tha ai, duke hapur kutinë. Dhe këto janë kopjet e letrave që unë I kam shkruar asaj. Kutia ishte plot me letra, fotografi dhe dhurata të vogla. Çdo vit për ditëlindjen tuaj, unë bleja diçka dhe e dërgoja pranë Ingridit përmes mikes së saj, Entela, që jetonte në Munik. Era mbylli gojën me habi. Entela, ajo është mësuesja jone shqipes. Arben buzëqeshi për herë të parë që nga ardhja e vajzave. Po, Entela, ajo ka qenë lidhja jonë të gjitha këto vite. Ajo më tregonte për ju, më çonte fotografi, më mbante në dijeni për jetën tuaj. A I dinte kush jemi ne? Pyeti Lena me habi. Sigurisht, por pse mendoni se ju mësoj shqip kaq shpejt? Ajo u gëzua shumë kur ju shkuat pranë saj. Era dhe Lena u shikuan. Tani kuptuam pse Entela kishte qenë kaq e duruar dhe përgjegjshme me to. Por pse nuk na tregoi të vërtetën? Pyeti Era. Sepse nuk ishte e drejta e saj. Kjo ishte diçka që duhet të dilte natyrshëm, nga zemra juaj, tha Arbeni. Ai mori një fotografi nga kutia. Kjo fotografi është nga dita kur lindët. Entela ma solli fshehur azi. Era dhe Lena shikuan fotografin. Ishte Ingridi në spital, duke mbajtur 2 foshnja të vogla në krah. Ajo duke I lodhur, por e lumtur. Ju jeni kaq të vogla këtu, tha Lena me lot në sy. Dhe kjo, tha Arbeni duke marrë një tjetër fotografi, është nga dita juaj e parë në shkollë. Fotografia tregonte 2 vajza të vogla me çantë shkolle, duke buzëqeshur para një shkolle në Munik. Si mori Entela këtë fotografi? Pyeti Era. Entela I ishte shoqe e mirë e mamit suaj. Ingridi I tregonte gjithçka për ju, dhe Entela më çonte fotografit mua. Arbeni vazhdoi të tregonte histori për çdo fotografi. Kishte fotografi nga festimet e ditëlindjes, nga pushimet, nga shkolla, nga çdo moment I rëndësishëm I jetës së Era dhe Lena. Unë kam jetuar jetën tuaj përmes këtyre fotografive, tha ai me zë të heshtur. Çdo natë para se të flinim, I shikoja dhe mendoja për ju. Përse mama nuk na tha kurrë të vërtetën? Pyeti Lena. Ajo donte, por kishte frikë, tha Arbeni. Kishte frikë se familja e saj do të zbulonte se ende kishte kontakt me mua. Kishte frikë se ju do të deshit të vinim në Shqipëri dhe do të linit jetën tuaj të mirë në Gjermani. Por ne e mësuam të vërtetën, tha Era. Si? Pyeti Arbeni me kuriozitet. Era dhe Lena I treguan për vdekjen e gjyshes, për kutinë që gjetën, për letrat dhe fotografit. Kur gjyshja Ingrid vdiq, ajo la ato letra me qëllim që t'i gjenim. Ajo donte që ne ta dinim të vërtetën. Sytë e Arbenit u mbushën me lot. Ingridi, edhe në fund, ajo mendoi për ne. Ditët e ardhshme ishin plot emocione dhe zbulime.
Era dhe Lena kaluan çdo ditë me Arbenin, duke mësuar për të, për jetën e tij, për kulturën shqiptare dhe duke ndërtuar një lidhje që kishte munguar gjithë jetën e tyre. "Çfarë pune bonit ju?" pyeti Lena një mëngjes teksa pinin kafe në balkonin e Arbenit me pamje nga liçeni. "Isha inxhinier ndërtimi", tha Arben. "Kam ndërtuar shumë ndërtesa në Tiranë, edhe atë ndërtesën aty", tha duke treguar një ndërtesë të lartë. "Jeni pensionist tani?" pyeti Era. "Po, që 5 vite. Tani lexoj shumë, eci pranë liçenit dhe mendoj për ju", tha ai me një buzëqeshje të trisht. Era dhe Lena mësuan se Arben nuk ishte martuar kurrë dhe nuk ishte fëmijë të tjerë. "Pse nuk u martuat?" pyeti Era. "Si mund të martohesha kur zemra ime i përkiste dikujt tjetër?" tha Arben me sinqeritet. "Asnjë grua nuk mund të zvendësonte Ingridin dhe asnjë fëmijë nuk mund të zvendësonte ju." Kjo u prekur thellë Era dhe Lena. Arbeni çoi vajzat nëpër Tiranë, duke u treguar vendet më të bukura të qytetit. Shkua në Kalan e Tiranës, në Muzeun Historik Kombëtar, në Parkun e Madh. "Këtu erdhja çdo ditë kur isha i trishtuar", tha Arben në Parkun e Madh. "Ulja në këtë stol dhe mendoja për ju. Dhe tani jemi këtu me ju", tha Lena duke e përqafuar. Në pazarin e ri, Arbeni i bleu Era dhe Lena disa dhurata tradicionale shqiptare, veshmbathje popullore, bizhuteri me simbole shqiptare dhe libra për historinë e Shqipërisë. "Dua që të mësoni për prejardhjen tuaj", tha ai. "Ju jeni gjysmë shqiptare dhe kjo është pjesë e identitetit tuaj." Era dhe Lena mësuan të gatuan pjata tradicionale shqiptare. Arbeni ishte batues i mirë dhe i mësoi të bënin byrek, tavkosi dhe baklava. "Mama jona gatuan këto ndonjëherë. Tani e dim se nga i mësoi recetat." "Po, unë ja mësova Ingridin të gatuante këto pjata", tha Arben me krenari. Ditën e 5 të qëndrimit të tyre, Arbeni surprizoi Era dhe Lena. "Sot do të takojmë dikë të veçantë", tha ai. "Kë?" pyeti Lena. "Entelan." Era dhe Lena u shikuan me hati. "Entela është këtu?" "Po, ajo erdhi dje nga Munihi vetëm për t'ju takuar", tha Arbeni me një buzëqeshje. Takuan Entelën në një kafe në qendër të Tiranës. Ajo i përqafoi vajzat me lot në sy. "Vajzat e mia të dashura", tha ajo. "Sa lumtur jam që i gjetët babain tuaj." "Pse nuk na that kurrë?" pyeti Era. "Sepse nuk ishte drejta ime", tha Entela. "Por kur ju erdhët pranë meje për të mësuar shqip, e kuptova se koha kishte ardhur. Prandaj u ndihmova të mësonit kaq shpejt." Entela i tregoi vajzave histori për maman e tyre që ato nuk i dinin. "Mama juaj më fliste për ju çdo javë", tha ajo. "Ajo ishte kaq krenare për ju, dhe çdo herë kur fliste për Arbenin, syt i shkëlqenin." "A e donte ende babain?" pyeti Lena. "Me gjithë zemër", tha Entela pa hezitim. "Por ajo kishte zgjedhur një jetë për ju. Ajo sakrifikoi lumturinë e saj për lumturinë tuaj." "Ne nuk do ta dinim kur nëse ajo nuk do të vdiste", tha Era me trishtim. "Ajo e dinte se ju do ta mësonit një ditë", tha Entela. "Prandaj ruajti të gjitha ato letra dhe fotografit. Ajo donte që kur të ishit gati, të vinin këtu dhe të gjenit babain tuaj." Arbeni dhe Entela i treguan vajzave fotografi të reja, që tregonin jetën e Ingridit për gjatë viteve. Në shumë prej tyre, ajo dukej e trisht, edhe pse përpiqej të buzëqeshte. "A e dëshironte Hansin?" pyeti Era. Hansi ishte një burr i mirë dhe ajo e respektonte, por dashuria e saj përkiste Arbenit. Arbeni kishte një surprizë tjetër për Era dhe Lena. Ai e çoi adho në një fshat të vogël rreth 1 orë larg Tiranës. "Ky është fshati ku kam lindur", tha ai teksa makina hynte në një rrugë të ngushtë me guralec. Fshati ishte i bukur, me shtëpi të vogla, me çati të kuqe dhe kodra të gjelbëra rreth rrotull. Njazit në rrugë i përshëndesnin Arbenin me ngrohtësi. "Kush janë këto vajzat e bukura, Arben?" pyeti një grua e moshuar. "Janë vajzat e mia", tha Arbeni me krenari. Era dhe Lena u prekën nga kjo përgjigje. Shkuan në një shtëpi të vogël në fund të fshatit.
Atje takuan familjen e Arbenit, vëllaun e tij Agimin, gruan e vëllait Dritën dhe 2 fëmijët e tyre, Erion dhe Elona. Këta janë Era dhe Lena, vajzat e Arbenit, tha Arbeni gërmështir. Familja I përqafoi vajzat me ngrohtësi të madhe. Na ke treguar për to gjithë këto vite, tha Agimi. Ende mbaj mend ku na tregove se do të bëhesh e baba. Çfarë tregonte për ne? Pyeti Lena me kuriozitet. Se ishin vajzat më të bukura dhe më të zgjuara në botë, tha Drita me një buzëqeshje. Çdo vit na tregonte për ditëlindjet tuaja, për sukseset tuaja në shkollë, për gjithçka. Erion dhe Elona, që ishin rreth 15-16 vjeç, ishin shumë të emocionuar për të takuar motrat e tyre gjermane. A mund të na mësoni gjermanisht? Pyeti Elona. Sigurisht, tha Era. Dhe ju mund të na mësoni më shumë shqip. Ata kaluan një pasdite të mrekullueshme së bashku. Hëngën drek në oborin e shtëpisë, nën hijen e një mani të madh. Ushqimi ishte I gatuar me dashuri. Pite me spinaq, mish në furre dhe ëmbëlsira të shtëpisë. Kjo është e njëjta tavolinë ku Arbeni hante kur ishte fëmijë, tha Agimi. Dhe këtu loznin ai dhe unë kur ishim të vegjël, tha Drita, duke treguar oborrin. Era dhe Lena e ndjenin veten sikur kishin gjetur një pjesë të tyre që kishte munguar. Pas dreke, Agimi I çoi ato në varrezat e fshatit, ku ishin varrosur prindërit e Arbenit. Këta janë gjyshi dhe gjyshja juaj, tha Arbeni, duke qëndruar para 2 varrezave të thjeshta me kryq gurësh. Era dhe Lena vendosën lule në vare. Më vjen keq që nuk I njohëm, tha Era. Ata do të ishin kaq krenar për ju, tha Arbeni. Baba im gjithmonë thoshte se një ditë do t'i sillte nipërit këtu. Pas një jave të mrekullueshme, Era dhe Lena u përballën me një vendim të vështirë. Bileta e tyre e kthimit për Munik ishte për të nesërmen, por zemrat e tyre nuk donin të largoheshin. Çfarë do të bëjmë? Pyeti Era, teksa po paketonte valixhen. Nuk e di, tha Lena. Si mund të largohemi tani që e gjetëm babain? Erioni erdhi në hotel për t'i parë për herë të fundit para nisjes së tyre. A do të ktheheni? Pyeti ai duke mos mundur të fshitet trishtimin në zë. Sigurisht, tha Era. Tani që ju gjetëm nuk mund të ju humbim përsëri. Por sa shpesh? Pyeti Arben. Kjo ishte pyetja që I shqetësonte të gjithë. Era dhe Lena kishin punë në Gjermani, jetë atje, miq, obligime. Çfarë sikur të jepnim dorëheqjen? Tha Lena pa pritmas. Era e shikoi me sy të zgjeruar. Lena, je çmendur, puna, shtëpia, miq tan. Por këtu është familja jonë e vërtet, tha Lena. Këtu është babai unë, këtu janë në rrënjët tona. Arben ndërhyri me ortësi. Vajzat e mia, mos merrni vendime të nxituara. Ju keni një jetë të bukur në Gjermani, mos e lini atë për mua. Por ne ju duam, tha Era me lot të sy. Edhe unë ju dua, tha Arben, por dashuria nuk do të thotë të jesh fizikisht pranë. Unë kam mësuar ta ju dua nga larg të gjitha këto vite. Kjo nuk është e drejtë, tha Lena. Jeta nuk është gjithmonë e drejtë, tha Arben, por ne mund ta bëjmë më të mirë. Ju mund të vini çdo vit, unë mund të vi në Gjermani nëse marr vizë, mund të flasim në telefon çdo ditë. Era dhe Lena menduan për këtë. Ishte vërtet që teknologjia bënte lidhjen më të lehtë se sa ishte 20 vite më parë. Dhe, shtoi Arben, ju mund të mësoni më shumë shqip, të mësoni për kulturën tuaj, të takoni familjen më shpesh. A do të jeni I lumtur me këtë? Pyeti Era. Arbeni përqafoi të dyja. Unë jam më I lumtur se sa kam qenë 25 vitet e fundit. Ju më gjetët. Kjo është më e rëndësishmja. Aeroporti I Tiranës ishte plot emocione. Arbeni, Entela, Agimi dhe familja e tij kishin ardhur për t'i përcjell Era dhe Lenan. Mos harroni se ju keni një familje këtu, tha Drita, duke I përqafuar vajzat. Dhe ne kemi një baba atje, tha Erioni duke treguar Arbenin. Arbeni u dha vajzave një dhuratë speciale, një varsu me një zemër të vogël argjendi, që kishte si gravur flamurin shqiptar dhe atë gjerman. Për të mos harruar se ju jeni të dyja, tha ai. Era dhe Lena qajnë teksa përqafonin babain e tyre. Do të kthehemi shpejt, premtoi Era. Dhe ju duhet të vini në Gjermani, tha Lena.
Gjatë fluturimit, Era dhe Lena reflektuan mbi udhëtimin e tyre të mahnitshëm. A besoni se gjithçka ka ndryshuar? Pyeti Lena. Po, tha Era. Tani e dim kush jemi vërtet, e dim se nga vim. Dhe se kemi një familje që na do, shtoi Lena. Kur arritën në Munich, apartamenti i tyre u duk i huaj, edhe pse ishte i njëjti si për herë. Diçka nuk ndihet mirë, tha Era. Sepse zemra jonë është e ndarë në dy, tha Lena. Gjysma është këtu, gjysma është në Shqipëri. Javët e ardhshme ishin plot ndryshime. Era dhe Lena filluan të flasin me Arbenin çdo ditë në telefon. Ai u mësoi më shumë shqip dhe ato i treguan për jetën e tyre në Gjermani. Si është puna sot? Pyeste Arben çdo mbrëmje. E mirë, por mendojmë për ju, thoshin ato. Era dhe Lena filluan të organizojnë jetën e tyre rreth vizitave në Shqipëri. Vendosën të shijonin pushimet e tyre vjetore për të shkuar atje. Gjithashtu filluan të studionin më shumë për kulturën shqiptare. Lexonin libra, shikonin filma, dëgjonin muzikë shqiptare. Duhet të mësojmë gjithçka për kombin ton, tha Era. Entela u bë edhe më e afërt me to. Ajo i ftonte çdo fundjavë për drek dhe i tregonte histori për Shqipërinë dhe për maman e tyre. Mamaja juaj do të ishte kaq e lumtur për t'ju parë kaq të afërta me babain tuaj, thoshte Entela. Era dhe Lena filluan të ndryshonin edhe fizikisht. Mbajnë më shpesh veshmbathje me ngjyra të ngrohta si ato që kishin parë në Shqipëri. Flokët i lanë më të gjata dhe filluan të përdornin bijuteri tradicionale shqiptare. Dukem sikur po zbulojmë kush jemi vërtet, tha Lena. Sepse po e bëjmë, tha Era. 3 muaj pas vizitës së parë, Era dhe Lena kthehen në Shqipëri për një fundjavë të gjatë. Kësaj here, Arbeni priti në aeroport me një buqet lule. Mirë se erdhët në shtëpi, tha ai. Në shtëpi, përsëriti Era duke i pëlqyer tingëllimi i këtyre fjalëve. Kësaj here ato qëndreonte Arberi në apartamentin e tij pranë liçenit. Ai kishte përgatitur dhoma për to, me fotografitë familjes në mure dhe lule të freskëta në vazo. Kjo është dhoma juaj çdo herë që vini, tha ai. Era dhe Lena ishin të lumtura, ngjeheshin si në shtëpi të vërtet. Gjatë kësaj vizite, ato takuan më shumë anëtar të familjes së Arbenit, miq të tij dhe fqinj. Të gjithë i prekonin me ngrohtësi. Arbeni na ka treguar për ju qysh kur ishin të vogla, thoshte një fqinj. Është kaq i lumtur që e gjetët. Era dhe Lena mësuan të këndonin këngë tradicionale shqiptare. Arbeni kishte zë të bukur dhe u mësoi këngët që i këndonte mamës së tyre. Kjo është kënga që i këndoja Ingridit kur ishte shtatzën me ju, tha ai, duke kënduar një këngë të bukur për dashurinë dhe familjen. Ato vizituan edhe vende të tjera në Shqipëri, Durrësin, Beratin, Gjirokastrin, çdo vend i mbushte me krenari për prejardhjen e tyre. Shqipëria është kaq e bukur, tha Lena. Pse njerëzit në Gjermani nuk e dinë këtë? Sepse bota sheh vetëm atë që do të shoh, tha Arbeni. Por ju mund t'ua tregoni atyre bukurinë e vendit tuaj. Era dhe Lena filluan të kenë ide të reja për jetën e tyre. Ato vendosën të fillonin një projekt për të promovuar kulturën shqiptare në Gjermani. Çfarë si kur të hapnim një organizatë që ndihmon emigrantët shqiptar në Gjermani? Propozoi Era. Ose një qendër kulturore që mëson për Shqipërinë, shtoi Lena. Arbeni ishte entuziazmuar me idenë. Kjo do të ishte një mënyrë e mrekullueshme për të lidhur dy botët tuaja. Ato filluan të planifikonin seriozisht. Do të përdornin kursimet e tyre për të hapur një qendër të vogël kulturore në Munich, ku shqiptarët mund të vinë për të mësuar gjuhën gjermane dhe gjermanët mund të vinë për të mësuar për kulturën shqiptare. Do t'i thrasim ura e dashurisë, si ura që lidh dy zemrat, dy kulturat, dy vendet. Entela doli përfshirë në projekt. Ajo do të ishte mësuesja kryesore për shqipen. Kjo do të jetë diçka që mama juaj do të kishte qenë shumë krenare për të, tha ajo. Arben vendosi të aplikonte për vizë të gjatë në Gjermani që të mund të ndihmonte me projektin. Nëse marr vizën, mund të vi për 3 muaj dhe të ndihmoj të hapni qendrën, tha ai.
Era dhe Lena ishin të emocionuara për mundësinë që babai i tyre të rrinte me to për një periudhë të gjatë. Procesi i aplikimit për vizë ishte i gjatë dhe i komplikuar. Arben duhet të provonte se kishte fonde të mjaftueshme, vend ku të qëndronte dhe arsye të forta për t'u kthyer në Shqipëri. Era dhe Lena i ndihmuan duke shkruar letra zyrtare, duke siguruar dokumentet e nevojshme dhe duke garantuar për të. Çfarë sikur ta refuzojnë? Shqetësohej Arben. Nuk do ta refuzojnë, tha Era me siguri. Ne do të bëjmë çdo gjë që të mundemi. Ndërkohë, ato vazhduan punën për hapjen e qendrës kulturore. Gjetën një lokal të vogël në qendër të Munikut dhe filluan përgatitjet. Do të kemi një sallë për mësim, një zonë ku njerëzit mund të lexojnë libra shqiptar dhe gjerman dhe një hapësirë ku mund të organizojmë aktivitete kulturore, shpjegoi Lena. Ato morën mbështetjen e komunitetit shqiptar në Munik. Shumë njerëz ofruan të donojnë libra, artikuj kulturor dhe kohë për të ndihmuar. Kjo ide është e shkëlqyer, tha një burr i moshuar shqiptar. Fëmijët tanë kanë nevojë të mësojnë për prejardhjen e tyre. Era dhe Lena organizuan edhe mbledhje me komunitetin gjerman. Shumë njerëz ishin të interesuar të mësonin për kulturën shqiptare. Ne nuk dim pothuajse asgjë për Shqipërinë, tha një grua gjermane. Do të ishte mrekullueshme të mësonim. Pas 2 muaj shpritje të përgjera, Arben mori lajmin që kishte pritur. Viza ishte aprovuar. Marr vizën, i telefonoi Era dhe Lena me zë të emocionuar. Vërtet? Bërtiti Era në telefon. Po, mund të vi për 3 muaj. Era dhe Lena vallëzuan nga gëzimi në apartamentin e tyre. Babai po vjen, tha Lena duke përqafuar Erën. Ato filluan me njëherë përgatitjet. Rregulluan dhomën e mikut për Arbenin, blen gjithçka që ai mund të kishte nevojë dhe planifikuan aktivitete të shumta për 3 muajt e ardhshëm. Do ta çojmë kudo në Gjermani, tha Era. Dua që ai ta njohë vendin ku kemi rritur dhe dua që ai ta ndihmojë të hapim qendrën, shtoi Lena. Dita kur Arben bërriti në Munik ishte një nga ditët më të lumtura të jetës së Era dhe Lena. Ato e pritën në aeroport me një shenjë ku shkruante "Mirë se erdhe baba". Kur Arbeni pa shenjën, filloi të qajë nga gëzimi. Asnjëherë nuk kam menduar se do të dëgjoja këtë fjalë që vjen nga ju, tha ai duke i përqafuar vajzat. Baba, tha Era, kjo fjalë tingëllon kaq bukur. 3 muaj që Arben kaloi në Gjermani ishin magjike. Çdo ditë ishte plot zbulime të reja, momente të bukura familjare dhe punë për realizimin e ëndrrës së tyre të përbashkët. Arben mrekulloi me çdo gjë në Gjermani, nga sistemi i transportit publik tek përditshmëria gjermane për organizim. Gjithçka funksionon kaq mirë këtu, thoshte ai. Tani kuptoj pse Ingrid ishte kaq organizuar. Era dhe Lena i treguan vendet ku kishin rritur, shkollën e tyre, parqet ku kishin luajtur, shtëpinë e gjyshes ku kishin gjetur letrat. Këtu na ka mbledhur gjyshja çdo të diel për drek, tregoi Era. Arben preku muret e shtëpisë me ndjenja të thella. Këtu ka jetuar Ingrid. Ato të shuan Arbenin edhe në shtëpinë ku kishin rritur me Hansin. Hansi kishte vdekur 5 vite më parë, por ato donin që Arben ta shihte vendin. Hansi ishte një burr i mirë, tha Arbeni duke qëndruar para shtëpisë. Jam i mirënjohës ndaj tij, që u kujdes për ju. Hapja e qendrës kulturore Ura e Dashurisë ishte një ngjarje e madhe. Erdhin rreth 200 persona, shqiptar dhe gjerman, për të festuar. Arben mbajti një fjalim prekës. Kjo qendër është më shumë se një vend për të mësuar gjuhë apo kulturë. Kjo është një vend ku zemrat bashkohen, ku njerëzit kuptojnë se pavarësisht nga prejardhja, ne të gjithë jemi njerëz që duam dhe duan të jemi të dashuruar. Era dhe Lena ishin krenar pa mas për babain e tyre. Ju jemi burimi i forcës son, tha Era gjatë fjalimit të saj. Një ditë, teksa Arben po rregullonte disa dokumente të qendrës, Era dhe Lena zu një bisedë të rëndësishme me të. Baba, tha Lena, duam t'ju pyesim diçka. Pyesni çdo gjë, tha Arben. A e uren kur maman për atë që bëri? Pyeti Era. Arben ndërpreu atë që po bënte dhe i shikoi vajzat me kujdes. Asnjëherë, tha ai me vendosmëri. Ingrid i bëri atë që mendoi se ishte më e mira për ju.
Ajo sakrifikoi lumturinë e saj për të siguruar që ju të kishit një jetë të mirë. Por ju humbët 25 vjet me ne, tha Lena. Por ju fitomba që të rrinim në një vend dhe në një kohë që ishte e vështerë, u përgjigj Arben. Ingrid e dinte se në Gjermani do të kishit mundësi më të mira, arsim më të mirë, të ardhme më të sigurt. Por çfarë për dashurinë? Pyeti Era. A nuk ishte dashuria më e rëndësishmja? Arben u ul pranë tyre dhe mori duart e të dyjave. Dashuria e vërtet, ndonjëherë do të thotë të lësh shkuar atë që do më shumë, tha ai. Unë ju doja aq shumë sa doja që të kishit jetën më të mirë të mundshme, edhe nëse kjo do të thotë të mos isha pjesë e saj. Era filloi të qaj. Kjo nuk është e drejtë. Jeta nuk është gjithmonë e drejtë, vajza ime, tha Arben me butësi. Por shikoni tani, ju jeni gra të forta, të arsyemuara, të suksesshme. Flisni dy gjuhë, keni përvojë nga dy kultura, keni zemra të mëdha. Kjo është për shkak të vendimit që mori mama juaj. Dhe tani, pyeti Lena, çfarë bëjmë tani që jemi bashk? Tani jetojmë, tha Arben me një buzëqeshje. Jetojmë çdo moment, ndërtojmë kujtime të reja dhe bëjmë gjëra të mira për njerëzit të tjerë, siç po bëjmë me këtë qendër. Disa ditë para se Arbeni të kthehej në Shqipëri, Era dhe Lena e surprizuan me diçka të veçantë. Ato kishin gjetur letrat e fundit që Ingridi kishte shkuar Arbenit, të cilat Entela kishte mbajtur dhe nuk ja u kishte dhënë kurrë. Pse nuk ma dhash këtë më parë? Pyeti Arben Entelën. Sepse Ingridi më tha ta jap vetëm nëse ju do të takoheshit përsëri me vajzat, tha Entela. Arben hapi letrën me duar të dridhura. Era dhe Lena u ulën pranë tij ndërsa ai lexonte me zë të lartë. I dashur Arben, nëse po lexon këtë letër, do të thotë se vajzat tona të mrekullueshme të kanë gjetur. Jam kaq e lumtur që kjo ditë ka arritur. Çdo ditë të jetës sime kam menduar për ty dhe për vendimin që mora. Ka qenë vendimi më i vështirë i jetës sime, por edhe ai për të cilin jam më krenare. Era dhe Lena janë çdo gjë që shpresoja të bëheshin. Ato janë të forta, të sjellshme, të zgjuara dhe me zemra plot dashuri. Ato kanë në vete më të mirën nga ne të dy. E di se do t'i dosh aq shumë sa i kam dashur unë. Ato kanë nevojë për ty tani, siç kishin nevojë kur ishin të vogla, por unë nuk mundja t'ua jepja atë që kishin nevojë. Falemi që të privova nga gëzimi i të qenit baba për aq vite. Falemi që zgjedhjen e tyre para dashurisë son. Falemi për çdo lot që ke derdhur, për çdo natë që ke kaluar duke menduar për ne. Por më së shumti, falemi që nuk pata kurimin të luftoj kundër familjes time dhe të shoqërisë për dashurinë tonë. Ti meritoje një grua më të guximshme. Tani ju keni njëri tjetrin. Përdoreni këtë kohë mirë. Krijoni kujtimet që ne nuk mundëm të krijonim. Ini familja që ne nuk mundëm të ishim. Dhe kur të takohemi përsëri në botën tjetër, do të jem e lumtur që do t'i them Zotit se unë dash jetë për dy engjëjt më të bukur në botë, dhe se ti i rrite ato me dashuri. Me dashuri të pafund, Ingrid. PS, në kuti do të gjesh edhe disa gjëra të tjera që doja që vajzat ti kishin. Arben, Era dhe Lena qanë së bashku ndërsa lexonin letrën. Ishte sikur Ingridi ishte atje me ta, duke i bekuar për jetën e tyre të re së bashku. Kur erdhi koha që Arben të kthehej në Shqipëri, askush nuk donte të ndahej. 3 muajt kishin kaluar shumë shpejt. Çfarë do të bëjmë pa ju? Pyeti Era në aeroport. Do të jetoni jetën tuaj, tha Arbeni. Do të punoni, do të dashuroheni, do të bëni familjet tuaja. Dhe unë do të jem këtu, duke u mbështetur. Por ne duam që ju të jeni pjesë e gjithçkaje, tha Lena. Arbeni përqafoi të dyja fort. Unë jam pjesë e gjithçkaje që bëni. Çdo sukses juaj është edhe im. Çdo gëzim juaj më bën të lumtur. Kjo është ajo që do të thotë të jesh prind. Ato premtuan që do të vizitoni Shqipërinë çdo 3 muaj, dhe Arbeni premtoi që do të aplikonte për vizë tjetër sa më shpejt të mundej. Dhe, tha Era, kemi një surprizë për ju. Çfarë surprize? Pyeti Arbeni. Kemi vendosur të hapim një degë të qendrës kulturore në Tiranë edhe, tha Lena. Në këtë mënyrë, të dy vendet tona do të kenë ura e dashurisë.
Arbeni u gëzua jashtëzakonisht. Kjo është idea më e mrekullueshme. Dhe ju do t'jeni drejtori degës së Tiranës, shtoi Era. Arbeni nuk mundej të besonte. Por unë nuk di asgjë për drejtimin e një organizate. Do të mësoni, tha Lena. Ne do t'ju ndihmojmë me gjithçka. 6 muaj më vonë, Era dhe Lena ishin përsëri në Tiranë, këtë herë për të hapur degën e dytë të Ura e Dashurisë. Kishin punuar pa pushim për të mbledhur fondet, për të gjetur lokalin e përshtatshëm dhe për të koordinuar gjithçka nga Munihu. Lokali që zgjodhën ishte në qendër të Tiranës, pranë universitetit. Ishte një hapësirë e bukur me dritare të mëdha dhe atmosferë të ngrohtë. Këtu do të mësojmë gjermanët shqip, tha Arbeni duke treguar një sallë. Dhe këtu do të mësojmë shqiptarët gjermanisht, tha Era duke treguar një sallë tjetër. Por më e rëndësishmja, tha Lena, këtu do të mbledhen familjet, do të ndajnë historitë e tyre, do të krijojnë miqësi. Hapja zyrtare ishte edhe më e madhe se ajo në Muni. Erdhën mbi 500 persona, duke përfshirë dhe ambasadorin gjerman në Shqipëri dhe disa zyrtarë të lartë shqiptar. Arbeni mbajti fjalimin kryesor. Kjo qendër lindi nga një histori dashurie. Dashuria midis një shqiptari dhe një gjermane, e cila solli në jetë 2 vajza të mrekullueshme. Sot kjo dashuri transformohet në një urë, që lidh 2 popuj, 2 kultura, 2 zemra. Era dhe Lena ishin krenare pa mas. Kishin arritur diçka të madhe. Mamaja jon do t'ishte kaq krenare, murmuriti Era. Ajo është krenare, tha Arbeni, duke shikuar lart. Ajo na sheh dhe buzëqesh. Gjatë viteve që pasuan, jeta e Erës, Lenës dhe Arbenit u mbush me gëzime të reja. Qendrat kulturore u bën shumë të suksesshme, duke ndihmuar qindra familje të mësojnë gjuhë të reja dhe të njohin kulturët e njëra tjetrës. Era u martua me një djalë të ri shqiptar që kishte takuar në qendër, ndërsa Lena u martua me një gjerman që kishte ardhur për të mësuar shqip. Të dy çiftet vendosën të jetonin mes Gjermanisë dhe Shqipërisë. Fëmijët tanë do të rriten duke folur të 2 gjuhët, tha Era, dhe duke njohur të 2 kulturat, shtoi Lena. Arbeni u bë gjyshi 2 djemve dhe një vajze. Fëmijët i thërisnin gjysh Arben dhe e donin pa mas. Gjysh Arben na trego përsëri historinë e mamës tonë gjermane, kërkonin fëmijët. Dhe Arben u tregonte historinë çdo herë me detaje të reja, çdo herë me dashuri më të madhe. 10 vite pas takimit të parë, Era dhe Lena morën vendimin final. Ato do të jetonin për gjysmën në Gjermani dhe për gjysmën në Shqipëri. Zemra jonë është e ndarë në 2, tha Era. Pse të mos e jetojmë këtë realitet? Ato blenë apartamente pranë Arbenit në Tiranë dhe mbajnë apartamentin e tyre në Munih. 6 muaj në vit në Gjermani, 6 muaj në Shqipëri. Tani jemi vërtet të plota, tha Lena. Arbeni, që tani ishte në të 60-tat e hershme, ishte më i lumtur se kur. Kam gjithçka që kam ndruar, thoshte ai. Fëmijët e mi, nipërit e mi, punën që dua dhe kujtimet e bukura të Ingridit. Era dhe Lena organizuan edhe një ceremoni përkujtimore për Ingridin, ku ftuan të gjithë familjen dhe miqt. Ngritën një pllak përkujtimore në të 2 qendrat kulturore me emrin e saj. Ingrid Müller, nëna që na mësoi se dashuria e vërtet është sakrifikimi për ata që do, shkruante në pllak. Pas 15 vitesh, Ura e Dashurisë ishte bërë një rrjet ndërkombëtar me degë në 10 vende. Era dhe Lena kishin krijuar një organizat që ndihmonte mijëra familje të ndanë midis vendeve të ndryshme. Ne filluam me historinë tonë, tha Era në një konferencë ndërkombëtare, por zbuluam se ka mijëra histori të tjera si e jona. Arbeni, edhe pse ishte pensionuar, ende punonte si këshilltar për organizatën. Çdo histori dashurie meriton të rrëfehet, thoshte ai. Çdo familje e ndarë meriton të ribashkohet. Era dhe Lena shkruan edhe një libër për historinë e tyre, i cili u bë bestseller në të 2 vendet. Vajzat binjake, një histori dashurie midis 2 botëve, u përkthye në 8 gjuhë dhe ndihmuan shumë persona të tjerë të gjenin familjet e tyre. Fëmijët e Era dhe Lena u rritën duke dëgjuar historinë e familjes së tyre. Ata ishin krenar për prejardhjen e tyre komplekse dhe të bukur. Ne jemi shqiptar gjerman, thonin ata me krenari.
apo gjerman shqiptar? Pyethnin të tjerët. Ne jemi njëkohësisht të dy, u përgjigjeshin ata, dhe kjo na bën të veçantë. Arbeni u mësoi nipërve të tij të gjitha traditat shqiptare, ndërsa Era dhe Lena u mësuan traditat gjermane. Në Krishtlindje hapim dhurata me 24 dhjetor si gjermanët, por në vitin e ri festojmë valle shqiptare, shpjegonte një prej nipërve. Arbeni, që tani ishte në të 70 vjetat, edhe kishte energji për t'i luajtur fëmijët dhe për t'u treguar histori. Gjysh Arben, a je i mërzitur që humbe aq vite pa i parë Erën dhe Lenën? Pyeti një nga niprit e tij. Jo, djali im, u përgjigj Arbeni, sepse ato vite më mësuan të vlerësoj çdo moment që kaloj me ju. Pa të dhimbje, nuk do të dija sa e bukur është gëzimi. Në moshën 70 vjeçare, Arbeni filloi të ndjente nevojën për të shkruar kujtimet e tij. Ai punoi me Erën dhe Lena për të krijuar një ditar të detajuar të gjithë jetës së tij. Dua që niprit e mi të dinë çdo gjë, tha ai. Dua që ata të kuptojnë se çfarë do të thotë të dosh dikë aq shumë sa je gati të sakrifikosh gjithçka për të. Ditari i Arbenit u bë një dokument i çmuar për familjen. Ai përshkronte jo vetëm historinë e tij me Ingridin, por edhe jetën në Shqipërinë e viteve 90, vështirësitë dhe gëzimet, shpresat dhe ëndrrijat. Babai ynë ka jetuar një jetë të jashtëzakonshme, tha Era. Dhe tani ne jemi pjesë e asaj jete, shtoi Lena. Era dhe Lena vendosën të organizonin një festival vjetor të kulturës në nder të prindërve të tyre, Arbenit dhe Ingridit. Festivali do të mbahet çdo vit, alternativ midis Munihut dhe Tiranës. Festivali i dashurisë pa kufi, e quajtën ata. Festivali i parë tërhoqi mijëra vizitor dhe u bë një traditë e bukur që vazhdoi për vite. 10 vite pas festivalit të parë, Era dhe Lena qëndronin në balkonin e apartamentit të Arbenit në Tiranë, duke parë mbi liçen në perëndimin e diellit. Arbeni ishte tani në të 80 vjetat, por ende i fortë dhe i shëndetshëm. A mendoni që e bëm siç duhet? Çfarë? Tha Arbeni. Gjithë këtë jetë, të gjitha këto vendime, të gjithë këtë rrugtim. Arbeni buzëqeshi dhe i përcolli të dyja pranë tij. Vajzat e mia, shikoni rreth, tha ai. Shikoni familjen që kemi ndërtuar, njerëzit që kemi ndihmuar, dashurinë që kemi për hapjen. Ingrid dhe unë filluam një histori dashurie para 30 vitesh. Sot, kjo histori ka prekur mijëra jetë të tjera. Era dhe Lena shikuan fotografit në tavolinën e Arbenit. Fotografit të fëmijëve të tyre, të festivalit, të qendrave kulturore, të njerëzve të ndryshëm që kishin ndihmuar. Mama do të ishte kaq krenare, tha Lena. Ajo është krenare, tha Arbeni me siguri. Çdo ditë ndihem te pranimi i saj, çdo ditë ndihem bekimin e saj mbi ne. Dielli po perëndonte mbi Tiranën, duke ngjyrosur liçenin me ngjyra të arta dhe të kuqe. Ditën që ju erdhët në derën time, tha Arbeni, jeta ime u plotësua. Çdo gjë që kam bërë që atëherë ka qenë faleminerim ndaj fatit që më dha mundësinë të jem babai juaj. Dhe ne jemi mirënjohëse që ju gjetëm, tha Era. Jo, tha Arbeni duke buzëqeshur. Ne jemi mirënjohës që dashuria triumfoi, që pavarësisht kohës, distancës dhe vështirësive, dashuria gjeti rrugën e saj. Ata të tri qëndruan në heshtje, duke shijuar momentin. Aty në balkonin mbi liçenin e Tiranës, me male që shtrihen në horizont, një baba dhe dy bijat e tij përfundimisht kishin gjetur paqen dhe plotësinë që kishin kërkuar gjithë jetën. Historia që kishte filluar me një letër të vjetër dhe një fotografi të verdhur, kishte evoluar në një pasuri trashëgimie dashurie, kulture dhe bashkëpunimi që do të vazhdonte për breza të ardhshëm. Dhe kurdo që Era dhe Lena do të shijonin perëndimin e diellit, qoftë në Munih apo në Tiranë, ata do të kujtonin këtë moment, kur të tri zemrat të tyre rrahën në harmoni për herë të parë në jetë. Kjo histori është një dëshmi për fuqinë e dashurisë familjare dhe të përshtypjeve që mund të tejkalojnë çdo distancë dhe kohë. Era dhe Lena, vajzat binjake gjermane që erdhën në Shqipëri për të gjetur babain e tyre, zbuluan jo vetëm një prind, po një trashëgimi të tërë dashurie dhe kulture që i pasuroi jetët e tyre dhe të mira të tjerëve. Nëse u pëlqeu kjo histori, shkruani një koment dhe abonohuni në kanalin ton.